Përshëndetje të gjithëve. Sot do bëjmë një ndër makinat më të veçanta që kena bërë në herë në kanal, edhe ndër makinat e mia më të preferume. Audi në R8. Kjo është gjenerata parë, po facelifti i gjeneratës parë, është e 2013-ës. R8 ka dalë në 2006, pas si model 2007 për herë të parë fare. Ka dalë motorin 4.2, pastaj me 5.2 në V10. Kjo është 4.2-ja. Kjo është versioni facelift, i ka dhe fener të ndryshe, nuk i ka si e para. Ka qenë makina parë me fener LED, R8 e para që ka pasur si me hark. Shumë makine bukur. Nga këto makinat moderne mund të jetë ndër më të bukurat. Ka pas të carbon blades. Kjo ka pas qenë shpallë edhe nga Playboy, makina më seksi, nga revista Playboy. Ka qenë të Iron Man-i, ka qenë të filmi 17 Again, e ka pas Gri ai aktori, që harrova emrin. Grip, po me këtë bledën këtu anësh, karbon. Shumë e bukur, çdo detaj, edhe këtë karburantit e ka alumin. Shumë e veçantë. Pjesën e motorit e ka mrapa edhe dhe hapit. Kjo është 4.2-ja, me 430 kuaj. Si motori RS4-s, i ngjashëm me të RS4-s, po 420 kanë pas versionet e para. Marmitat e rrumllakta, te versioni i parë ka qenë me 4.2-shi, kurse 5.2 i ka pas ovale, po të faceliftit të dyja i kanë kështu të rrumllakta. Edhe fenert i ka kështu dinamik, facelifti, bishtin mrapa. Shumë makine bukur. Frenat para i ka këto diskun që me waves, shumë bukura, frenat e mëdha. Mrapa ka frenat e dorës të këtu kalibri tjetër. Ka qenë ngjashme në shasi me Gallardën, është monokok alumini edhe me pjesë panele karboni. Më e bukur se Gallardo për mendimin tim. Tani doja të flisja për problem shumë të rëndësishëm që kemi në Shqipëri për shitblerjen e makinave. Nëse do të blesh makinë, për gjetat e durën, të duhet me ne duke bo scroll në Instagram, në TikTok, në merrjep pafund derisa të gjesh ato që do. Po tashi kemi zgjidhje shumë të lehtë edhe shumë të mirë për këtë problem. Është AutoShip, dhe e le linkun poshtë në description për ta shkarku aplikacionin. Ka mbi 80.000 makina edhe mbi 500 makina të reja çdo ditë dhe i ka gjitha filtrat që ti ta gjesh shumë kollaj makinën që do. Shohim për këtë Audi R8-ën. Po këtu vetëm fusim donat edhe ja dalin R8-at që janë shitje. Për shembull, kjo e para që ka V10. Nëse e shef ai që ka këtë, na shkruaj të bëjmë review edhe kësaj, dhe që e ka bukur, që e ka me frena qeramike kjo, edhe kjo është facelifti. Ta krahasojmë me V8-ën. Mund të futesh çdo lloj filtra që do, gjitha specifikat, vitin, ngjyrën, karburantin, a e do naftë, benzinë, gaz, çfarë kami e do, që të gjitha me letra, pa letra, madje edhe a pranon ndrim, e ke si opsion. Edhe nëse nuk e di fiks se çfarë makine do, po di buxhetin që ke, mund të futesh çmimin deri në sa lekë do dhe ti filtrot nxjerr vetëm makinat deri në atë çmim maksimal. Kështu që i shqyrto opsionet shumë më kollaj. Linkun e keni poshtë, me i klikim futesh e shkarko aplikacionin edhe për Android edhe për iOS, edhe futeni pastaj gjeni çfarë makinash doni. 4.2-shi ka 430 kuaj fuqi edhe 430 Nm tork. 5.2-shi ka 525 kuaj fuqi te për facelifti, 550 te facelifti. Edhe tork 530 Nm/m. Jepi pak. Ka hapësirë, nuk është keq për futi valizhe të vogël në çantë shpinën në gjë e fut. Pastaj pjesën tjetër mbrapa sedileve, se s'ka më bagazh kjo. Tani të shohim interiorin. Shumë e ulët, shumë. Këtë pjesën këtu ka të bukur. Kjo është me carbon bucket seats, Recaro. Nuk ka ato elektriket e standardet, të kanë qenë opsionale. Më pak pesh, do të thonë më e lehtë. Timoni RS me plus minusat. Kroskoti tipik i Audit e aty në vite, për kjo ka këtë fontin, këtë pjesën mrapa ka grip pak më ndryshe. E maji i Audit që ka pas. Dizajni ka pak më ndryshe, më të veçantë. 8 marshit e ka i lloj si me qenë manuale, por kjo është automatike, po në këtë rast është S-tronic, jo R-tronic. Nuk është single clutch, është dual clutch, është më e mirë. Më e shpejt, më pak problematike. Frenat e dorës, siç duhet i ketë, jo elektronike, i ka tamam manuale. Shumë kabine
e vogël, po e bukur, ke pamje, edhe mrapa shef dhe xhami mrapa. Tu ka në hapësirë për të vënë gjo, se ndilet baketësicë e kara, si që tham. Shumë e bukur. Kjo ka 24.000 km, asë gjo fare. Shtype sportin që ta ngjosh akoma dhe më shumë do të prefet është me qenë go-kart të nuk lu makina fare. Shumë më ndryshe se këto që e na mësu. Aspiratët përgjigjet direkt. Futesh kthesës, s'ke frikë, jep gaz, s'lu fare venit. Shumë e sakë, shumë timoni drejt për drejt, shumë. Edhe kjo Setronic që kanë po me doppio freksion, shumë më mirë se Retronic, as nuk vëno, as ta jep, ajo është... E bezishme e lëkunde. Po. është shumë e shpejt, pam, direkt. Ja, është nivel tjetër. Shumë e manovrueshme, shumë. Nuk shko se janë nije. Se më ke RS7 me marë, duket më shpejt në vit drejt, edhe është më shpejt në vit drejt. Po, kur i fut e shtesat, ja dallo peshën makinët, ja dallo ekuilibrin. Kjo ka motorin mrapa, kjo është... Se këta autat e tjere kanë peshën të rritë gjitha, kurse kjo është shumë e balancume. Frenat mirë i pasër. Për që nuk i ka Qeramik, jo. Qeramikës, për me përdor në për pist, duhen se. Për me përdor kështu, me të prish ato janë shumë të shtrenjta. Po nuk prishin ato. Ato s'prishen, po thehen. Ato vetëm nëse ato thehen nga gurt. I mirë mbash, jo nga gurt, jo, po nëse jo nga gurt thehen me tranë për to rrugë tona gur. Ashtu, ha? Po. Ato nuk konsumohen kështu. Unë e di se prishen vetëm janë shumë rezistent, po vetëm prishen nga nëse i për shembull makinën e ke përdorur goxha, a kupton? I ke nxeh frenat me çu direkt në lavazh. Ose me ftof direkt. Ashtu. Kur do me të qetë, nuk është se qeka shumë keq, po për rrahashme është. Edhe mu këtë nga bosh përshtypë shem fillim, se i kam pas ditë më të serta. Po, edhe zhurma gjona, nuk një gjo është, kanë bo me kualitet. Ndryshon me këtë riu. Të riu në kanë bo pak mirë të gjasme? Jo, kualitet katastrofë. I riu fare, po tha, i riu fare është. I riu këtë që kam i riu. Këtë tremishi. Po, i riu është kualitet cop. Të thuj gjonë, në dorë makinë, dhe kërse është më pa kilometra. Me 6.000 kilometra, dhe në vjenë dorë ashtu, kështë po makinë dhe makinë. Edhe zhurmën të mire ka dhe vëteta. Tash nga që kur e di që ekziston edhe V10 5.2, nuk të knaqat shumë, po. Ti din të dyja se i ke provu edhe i krahason, mund se ka provu. Po kësaj, karakterit kësaj përshtatet shumë, edhe kjo, është pak më e lehtë, është një 60 kg më e lehtë si motor. Këtë gjo, mu për të hecme, vetëm me aq, s'kom hecme në makinë që më pëlqy më shumë. Ashtu, dhe? Ja. Përgjigjet, e ke timonin shumë direkt, shumë, nuk t'hik kot, nuk e lu asë nësi moment kot, i dallo që janë të bo gomat. Edhe jemi i gjotë veçanë të burë. Kjo më përshtyve mu, pëse shumë pak njerëz i blejnë të lloj makina në Shqipëri. Të dhe më përpara ble, ku t'i gjonë, S8, se këta. Pa, vërdet.
S'kemi rrugë po. Shkurt më bëj, s'kemi rrugë. Ku do ecësh? Ja, këtë rrugë që bën ti, me rrugë Tegu për shembull që është. Po më mirë blej këtë edhe Toyota Yaris, se i SQ8 për tek makinë. Për tek makinë. Për dorë Yarisin për ditë, kur duhesh me dalë në darkë, më ëngër, ku dëgjon night dark në dajt, del me këtë edhe jemi makinë të veçantë, ose Aston Martin se theti, vanti. E ke makinë të veçantë, por nuk e shef në rrugë. Dhe dil me SQ8 shef 5 tjera ty të parkuar në lagjo. Ku është veçantia e saj? Që si e pas adrenalina, s'ku dëgjon. Kjo është nivel tjetër edhe avash me hec, jemi gjo më të veçantë. Ndryshe. Je pak I personalizuar, ose qytet sikur me pas naftë, sikur me pas benzinë. Fund qytet ngel kurse. Po qytet në fund Tuareg në fund kur ti futesh dhe më thellë, del Tuareg krejt. Kurse kjo po futem më thellë del Lambo. Apo shasi gajarde. Kjo shumë. E kam ditë që janë të mira. Po kjo edhe se manuales është qefi që ke ato klikimet asa aty. Po kjo Stonic besoj është më e përshtatshme fare për këtë makinë. Sa e ke nxjerrë kësaj? Për zotin nuk është se jam shumë I apo se nuk më nxjerr maksimumin. Kam qef më shumë atë start. Po. Sa kam nxjerr 220, 230. Po. Mos në gjoj hiç më. Ja, unë s'jam për të top speed, s'kam naj... Shumë bon sens kjo 0-100 Po. Se sa... Ja, pastaj ato kot me rreziku jetë, pas naj, s'ka naj adrenalin fort të madhe. Se kemi pasaj që kemi heqë në Gjermani me 300 e kështu, Po, normal. Allah, këto këtu të vitë të groba me 300 hige, ma rove puna. Ate në një hecaj me Opel Astra, me 200 se e di që është rruga mirë. Se nuk është jam nëjë pasagjer fortim. Këto vetëm të nëja e fika? Po ke nëja, edhe frenë dhe dorë. Po. Tani do bëjmë mbylljen edhe konkluzionet e rëtetës. Du ta falenderoj shumë edhe Mandin, pronarin që më dha mundësinë mi bë review rëtetës vet. E kam pas përherë qef si rëtet, e kam pas përherë qef si makinë, edhe me zorë kam prit mi bë review. Nuk më ka zhgënjyt ato pritshmëri që kisha. Shumë makinë e mirë. Shumë e shpejt, kjo quhet si entry level supercar, edhe pse ndoshta në letra performanca duket sikur nuk është në supermakinë, po eksperienca për t'i dhënë është shumë e ngjashme me supermakinë. Edhe është i supermakinë që mund ta përdorësh në përditshmëri, pa shumë probleme, pa shumë meral që për motorin ja gjej pjesë, ja gjej gjona, po s'janë as problematike shumë, edhe kamja s'është e keqe, se Stonic e fortë është e mirë. S'keqa I thu, s'ke nga ta kritikosh këtë lloj makine, është ka pëlqyer shumë. Edhe me pas mundësi, edhe kështu kisha blej një. Jena mësu që supermakinat, zakonisht ajo që I bë supermakina është që I kanë ca probleme, ca gjona, nuk I kanë gjitha gjonat siç duhet. Jo si bo kjo, jo bo zhurmë, jo po s'merr mirë këtë, s'merr mirë atë. Kjo I bë atë eksperiencën e supermakinës pak më të veçantë, kur I ka ca probleme. Kjo s'ka asnjë problem. Edhe ndoshta kjo është ajo që e ka uli çik në krahasim me supermakinat e tjera, po është shumë e veçantë. Auto është GTR-ja është më shpejt se kjo, shumë më shpejt, po kjo është më super makinë se GTR-ja. Shumë e veçantë. Si Gallardo, po më e bukur për mendimin tim. Edhe e shpejt sa të dush, okay, 5.2 është akoma më shpejt, po edhe ky 4.2 në përkthesa handling e ka perfekt, shumë e balancuar. Shumë timon direkt, përgjigjet për çdo gjë, shumë e shpejt.
Edhe shumë e bukur, shumë ka prezencë në rrugë, shumë e veçantë, shumë e veçantë. Është më e bukur se versionet e reja, s'ke çaj thu. Thoni edhe ju çfarë do kishit zgjedh në vend kësaj, a do kishit preferuar 4.2-shin a 5.2-shin, po edhe ky 4.2-shi ka shumë karakter, me thonë drejtën, më pëlqej goxha. Shpresoj të ketë pëlqyer videoja, ju uroj gjithë mirat edhe shifojmë videon e radhës. Mirupafshim.